Ju, pas një pune shumë të lodhshme, përfunduat edicionin e 18 të festivalit të monodramës Monoakt të premten. Si shkoj edicioni si vjetë? Edicioni si vjetë ishte jashtëzakonisht shumë aktivitetet më dha. Dim që kemi tani 4 kategori me festivalit, kemi Monoaktin, që është konkurencë ndërkombëtare me çmime që jepen nga juria ndërkombëtare, Monoakt Plusin, ku kemi shfaqje kamertale, dhe më të shfaqje nga Kosova që ju ofrojmë ardashësve edhe ndërkombëtarët tonë që të shohin produktet tona teatrore. Pastaj kemi 2 kategori të veçanta që është monostripi, që është kategori e veçantë e studentëve në monoperformancat pa tekst, dhe kanë monoperformanca që është artistët e rinj apo diplomuar apo artistët kryesisht që janë të rinj që e kanë po ashtu monoperformancë që është krejt kategori e veçantë e festivalit, kështu që këto kategori e kanë gjatë kohës këtyre viteve, domethënë janë duke u zhvilluar jashtëzakonisht shumë, sidomos monostripi e monoperformanca që janë unike krejt botën, ndërsa kemi pas aktivitete shumë tjera të ngjeshura, kemi pas punëtorit teatrore, kemi pas me 2 fotografë dhe skenografë të mirë njohur në botë nga Spanja dhe Moldavia. Çka ka qenë tjetra pikë kryesore si vjetë që ne vërtet duhet të mburremi me këtë rast, është që në kuadrin e konferencës ndërkombëtare teatrore që merret me zhvillimet e monodramës, domethënë çdo vit ne organizojmë, ne kemi vendosur si vjetë që të themelojmë qendrën e monodramës.